Ka nisur funksionimin qendra shëndetësore verore në rajonin e Vlorës. Të sezon turistik do t'jenë në shërbim 10 qendra shëndetësore verore të shtrira përgjatë vijës bregdetare nga Zvërneci deri në Qeparo. Qendra do të funksionojnë për 4 muaj nga data 1 qershor deri në 30 shtator. Sipas Majlinda Gjikës, shefe e sektorit të kujdesit dhe shërbimit parësor, të gjitha qendra do të ofrojnë shërbim 24 orë në ditë, me përjashtim të qendrës së Zvërnecit, e cila do të funksionojë me shërbim 12 orësh. Qëllim kryesor mbetet ofrimi i shërbimit të nevojshëm mjekësor pranë zonave turistike për t'u ardhur në ndihmë pushuesve gjatë sezonit veror. Në kuadër të sezonit turistik veror 2026, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë ka vënë në dispozicion 10 pika verore, 10 qendra shëndetësore verore, të cilat kanë një shtrirje gjeografike përgjatë bregdetit të Vlorës. Këto qendra shëndetësore janë të vendosura gjatë bregdetit të Vlorës, shumë më afër vijës bregdetare dhe janë të aksesueshme nga turistët për çdo lloj shërbimi shëndetësor që do kenë nevojë. Duke filluar nga qendra shëndetësore e Zvërnecit, vazhdojmë me qendër verore Plazhi i Vjetër, Radhim, Orikum, Palas, qendra shëndetësore verore Dhërmi, Himar, Qeparo, Drimadhe dhe Jal. Këto qendra shëndetësore verore kanë startuar shërbimin e tyre në 1 qershor 2026 dhe do ofrojë shërbim për 4 muaj rresht. Shërbimi i tyre do jetë 24 orë përveç qendrës shëndetësore verore të Zvërnecit, e cila do jetë me një shërbim 12 orash. Vetëm gjatë vitit të kaluar në këto qendra shëndetësore verore është ofruar shërbim për rreth 17.000 pushues. Gjika thekson se rastet e trajtuara janë të ndryshme dhe për këtë arsye në këto qendra është parashikuar personel i shtuar mjekësor me mjekë dhe infermier. Në këto qendra shëndetësore verore do të ofrojnë shërbim 29 mjek. Vetëm qendra shëndetësore verore e Zvërnecit është me 2 mjek, duke qenë se dhe shërbimi është 12 orë, 2 mjek dhe 3 infermier ofrojnë shërbim, ndërsa në qendrat e tjera shëndetësore verore do jenë 3 mjek dhe 3 ose 6 infermier, sipas ngarkesës së punës. Kjo është nisur nga ngarkesa e punës së viteve të kaluara. Qendra shëndetësore verore Himarës dhe Drimadhe, duke qenë se ka pasur ngarkesë më të lartë pune, është shtuar burimet njerëzore me infermier dhe me mjek. Gjithashtu, në këto qendra shëndetësore verore do jenë në dispozicion dhe autoambulancat, të cilat do të ofrojnë shërbim urgjenca dhe transporti, kryesisht në Orikum, Himar dhe në Drimadhe. Qendra shëndetësore verore ka nisur funksionimin më 1 qershor dhe ashtu si dhe vitin e kaluar do të qëndrojnë në shërbim deri në 30 shtator.